Është një ditë me mambo bambo, çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, ngriz dhe qiko, kumulli e ikën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Një piknik me miqtë e mi Chicos dhe Greens, kush do kërkonte më shumë se kaq? Çdo gjë është e përsosur. Mambo Bambo dhe Greens mendojnë se çdo gjë është e përsosur, por Chico nuk është aq e sigurt. E po, unë mund të kërkoj diçka më shumë. Si është puna, Chico? E po ja, mambo bambo, ti je një hipopotam goxha i fortë sigurisht. Edhe Greensi mund të hidhes shumë lart nga çdo përkos tjetër. Por unë çfarë mund të bëj? Unë nuk mund të fluturoj, madje as si një zog. Mambo Bambo nuk dëshiron që miqtë e tij të jenë të mërzitur. Ti mund të fluturosh si një zog, Chico, ti mundesh. Unë mundem? E janë ju të dy, ne kemi punë për të bërë. Çfarë lloj pune? Ne do të shkojmë që të ndërtojmë një avion. Kjo nuk ka për të funksionuar kur, mambo bambo. Patjetër që po. Patjetër që po. Mambo Bambo dhe Green po punonin fort që të krijonin avionin. Është shumë e sjellshme nga ana juaj që po bëni gjithë këtë punë, por vërtet nuk mendoj se avioni mund të fluturojë. Sigurisht që mundet. Mambo bambo? Po? A nuk mendon se avioni është pak sa i madh? Nuk mendoj kështu, mendoj se avioni është në madhësinë e duhur. Por, si kemi për ta nxjerrë jashtë? Ti do të thuash? Çfarë nuk shkon? Greens nuk po e kuptonte vërtet se ku qëndronte problemi. Por Mambo Bambo e dinte. Avioni ishte shumë i madh për të dalë nga dera. Jo, çfarë duhet të bëjmë tani? E di unë, nga dritarja. Më fal, Greens, por as aty nuk ka për të funksionuar. Ka ngelur vetëm një gjë për të bërë. Miqtë vendosën të hiqnin pjesët e avionit. Dhe kur të dilnin jashtë, ata t'i bashkangjisnin sërish. Kam nevojë për pak pushim. A mendon se me të vërtetë mund të funksionojë? Ti ke për të fluturuar, Chicos, dhe ky është një premtim. Dhe me pak sa ndihmë nga miqtë e saj dhe me shumë imagjinata brenda, Chicos ja doli mban. Ne po fluturojmë, mambo bambo. Ne po fluturojmë. Unë adhuroj që të fluturoj, mambo bambo. Edhe unë gjithashtu. Ne po fluturojmë. Fiksi ato zojsh në qiell, Chicos. Bëj kujdes, Greens, ti mund të biesh poshtë. Jo! Çfarë? A jeni mirë? Po. Ishte koha që miqtë të shkonin në shtëpi. Por ishte ende një surprizë e vogël për ta. Hey! Wow! Wow!
Ura! Juhu! Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, Grinz dhe Chico, ku mulliri e ligën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Një ditë Mambo Bambo dhe miqtë e tij po piktëronin peizazhe së bashku. Marova! Dhe unë mbarova gjithashtu. Shiko, a nuk të bën që të vizitosh malet? Sigurisht që po! A nuk të bën ky peizazh të shkosh në plazh, ha? Ne mund të shkojmë në plazh, madje edhe tek malet gjithashtu. Por si të mundemi të shkojmë? Plazhet janë shumë larg nesh. Dhe nuk ka fare male afër nesh, Grinz. Është e thjesht. Do të marrim autobusin. Çfarë autobusi, Mambo Bambo? Ky autobusi, Grinz. Dhe kështu, tre miqt kthyen karriget në sedilje autobusi. Duket e përsosur, punë e pashme. Le të shkojmë! Grinz, ti nuk mundesh vetëm që të ulesh në autobus, por duhet të blesh një bilet si fillim, të kujtohet? Oh, po, e harrova fare këtë unë. Përshëndetje! Ashtë ndonjëri aty brenda? Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në kompaninë e Mambo Bambos. Çfarë mund të bëj për ju sot? Unë dua një bilet që të shkoj për në plazh, ju lutem. Jepi aty një pagesë. Ja ku është bileta juaj. Faleminderit, zotëri. Prisni vetëm pak, ju lutem. Mirë se erdhët në udhëtimin për të shkuar në përmale e plazhe me kompaninë e Mambo Bambos. Tani, Grinz, duhet ta dish që nuk duhet të ngrihesh kur autobusi është në lëvizje. Ta më falësh, Mambo Bambo. Dalisa jonë e parë ka për të qenë tek malet. Ja ku jemi. E adhuroj ajrin e maleve. Le të qëndrojmë këtu, në malet e mia. Jo, le të shkojmë në plazhin tim. Aha. A mbërritëm atje, Mambo Bambo? Shumë shpejt. Ja ku jemi tani. Në rregull, Grinz, ti di se çfarë duhet të bësh. Mambo Bambo gjeti një mënyrë për Chicosin që të kishte malet e saj dhe për Grinzin të kishte plazhin e tij. Kape, Grinz. E kapa! Tani është koha për piknikun ton. Wow! Këto janë karamele gelatin që blem biletat më parë. Po, e vërtet.
Gjithmonë për në listën e fundit janë karamelet e mia gjelatin. Dhe së shpejti do vinte koha për të shkuar në shtëpi. Greens, përpara se të largohemi, a nuk mendon se ti duhet të largohesh në fillim? Jo, do të jem mirë. Greens, Të më falësh mambo bambo, por më duhet të shkoj. nëse do të ndalosh autobusin, duhet t'i biesh ziles. Prisni vetëm pak, ju lutem. Faleminderit që ndalove. Më duhet të shkoj. Prisni vetëm pak, ju lutem. A më rritëm në shtëpi? Po thuajse. Ne jemi këtu, udhëtimi me autobus përfundoi. Faleminderit, mambo bambo. Atë të shkojmë së shpejti në një tjetër udhëtim me autobus? Pa tjetër që do të shkojmë, por, si mendoni që herën tjetër të udhëtojmë me varg së bashku? Oh, udhëtim me varg, me të vërtet? Mundemi ne, vërtet? Po, le të themi që jam duke punuar për këtë, në rregull?